pikën 2, nëse ka qenë dhe njëri që e kishte urgjent para kalimit para namazliut, ndërsa namazliu ka pasur edhe aftësi tjetër për të folur, në këtë rast më ka dorë është vetëm namazliu për pozicionimin e rrugës. Pra, nëse ne jemi duke folur për to, dhe kalon dikush që ka pasur emergjente dhe nuk ka pasur ka të kalon tjetër, dhe ne kemi pasur ku të folëm tjetër, por jemi folur në atë vend, pra namazliu është i prishur dhe i ndërprerë, duhet të ndërprerë në atë momente. E kemi pikën që nëse kalon dikush para namazliut, e aja ka pasur edhe rrugë tjetër, mi po edhe namazliu qëllimisht ka dëshiruar të pengoj apo vonoj kalimin e njerëzve. Atëherë që të dyjnë mëkator. Pra nëse ne jemi duke folur pas sotre dhe kalon dikush para nesh, kalon dhe ka pasur vend tjetër ku të kaloj, por nuk ka dashur, vetëm ka dashur ta bësh namazin tënd, por edhe ti ke pasur vend tjetër ku të folësh, mirë por nuk je folur, atëherë mëkator jeni dy. Dhe kemi pikën e fundit me qenë se ka një koha, kemi pikën e fundit, pikën 2 që njeriu